I vendosur mes qytetit të Delvinës dhe fshatit Kakodhiq në rreth të malit të gjerë, manastiri i Kamenos është një nga monumentet më të çmuara të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore në jug të Shqipërisë. I ndërtuar në shekullin e 17 mbi themele më të hershme, ky manastir ka qenë ndër shekuj një qendër e rëndësishme fetare dhe kulturore, duke i rezistuar kohës dhe duke ruajtur vlerat e tij historike. Arkitektura karakteristike, muret prej guri dhe ambienti i qetë bëjnë këtë monument një destinacion të veçantë për vizitorët. Sot manastiri i Kamenos nuk është vetëm një vend kulti, por edhe një pasuri e rëndësishme e trashëgimisë kulturore shqiptare, i rrethuar nga natyra dhe panorama mahnitse e malit të gjerë. Ai ofron një ndërthurje të historisë, kulturës dhe qetësisë shpirtërore. Çdo vit dhjetra vizitorë, studiues dhe besimtarë ndalen në këtë vend për të njohur nga afër historinë e tij dhe për të përjetuar atmosferën unike që ofron. Manastiri i Kamenos mbetet një simbol i identitetit historik të Delvinës dhe një thesar që meriton të ruhet, promovohet dhe vizitohet nga të gjithë ata që duan të njohin më nga afër pasuritë natyrore të Shqipërisë.